Jemi mësuar, po nduket që kemi filluar me mësu me këto vënesat e deputetëve, sidomos në një ngjarje kaq të rëndësishme siç është zgjedhja e presidentit, që ky, siç e thash edhe më herët, është hedhimi i tretë brenda ditës së sotme. Nuk ka lëvizje të deputetëve, ani pse fillimisht më herët u fut Fatos Geci, i cili erdhi deri tek karriga e tij, por më pas doli edhe jashtë seancës plenare, e përmend edhe ti postimin e Visar Azemit nga LDK, këtë e konfirmoi edhe veti pari i LDK-s Lumir Abdigjiku, ku pasi kaloi në hollin e kuvendit në pyetjet e gazetarëve nëse do të marrin pjesë dhe nëse ka ndryshuar diçka nga qëndrimet e tij, ai mohoi një gjë të tillë dhe tha se nuk ka një gjë të re sa i përket zgjedhjes së presidentit të Republikës së Kosovës. Ka ngaluar tashmë afër 17 minuta, ne po i presim deputetët për të filluar kjo seancë e tretë për ditën e sotme, ku nëse vazhdon kështu mund të presim, sipas informacioneve tona, mund të presim edhe një seancë në orët e vona të kësaj mbrëmje. Vërditë nëse nuk ke ndonjë pyetje, unë po ju lëm me pamjet e seancës plenare me këto karrikët bosh. Nuk është se kemi pyetje, në fakt, vetë pamjet flasin në raste të tilla. Nuk